Sot po përgatisim një recetë tradicionale, cilën ju atë shumë e kërkuat. Po bëjmë gati has sheqerparen, pra sheqerparen ashtu si që zgatuar më herët nga gjyshet tona. Si bazë për këtë recetë na duhet gjalpi. Nëse nuk mund të gjeni gjalp fshati, mundeni lirisht që ta zëvendësoni me gjalp të blerë. Gjalpin e blerë, kur e blej, zakonisht e blej nga marka Pënar, pra është gjalp i pa kripur. Në total, unë do të bëj mas me 500 gram gjalp. Pasi një paketim nga këto gjalprat është 200 gram, do të shtoj 2 plota dhe një gjys dhe kështu do të sigurohemi që kemi fix 500 gram gjalp. E vendosim tani në zjarr të ulët mesatar, mos e ngutni që të digjet gjalpi, lejoni që të shkrihet dal nga dal ashtu. Tani në një enë do të shtojmë pak miell. Në total miell do të na duhen dikon nga 500 deri në 600 gram, por do ta shtoni miellin pak nga pak dhe duke e kontrolluar. Këtu tek ina kam shtuar dikon 2 gota një herë miell, sa për të filluar dhe për ta përzier miellin dhe vezët. Në sheqerpare duhet t'i shtojmë vetëm të kuqet e vezës, asnjë të bardhë. Dhe unë këtu për 500 gram gjalp kam bërë gati 5 të kuqe të vezës. Të njëra më është futur gishti brenda dhe ja dëmtova formën, por këtu në total i keni 5 të kuqe të vezës. Tani e marrim miellin dhe vazhdojmë te mielli të shtojmë të kuqet e vezës nga pak. Vazhdojmë tani një herë të përzijejmë vetëm vezët edhe miellin në këtë mënyrë. Dhe tani vazhdojmë dal nga dal të shtojmë gjalpin, i cili nuk duhet të jetë i nxehtë shumë. Dhe me dorë përsëri të përzijejmë mirë. Vazhdojmë kështu, duke e shtuar gjalpin pak nga pak dhe duke e shtypur mirë brumin që mos na mbetin kokë kriza. Dhe vazhdojmë, tani shtojmë miell pak nga pak. Vetë brumi sheqerpares do na tregon kur do të bëhet mjaft i trash. Për atë arsye është më mirë ta shtojmë pak nga pak. Në këtë mënyrë e kontrollojmë më mirë. Prapë mund ta vreni si po punoj me miellin, gjithmonë duke e shtuar nga një grusht, sepse brumi sheqerpares edhe duke u ftofur do të forcohet. Brumi i sheqerpares është gati. Nuk duhet që ta forconi shumë kur bani has sheqerpare, pra duhet të jetë një brum pak më i butë. Mjafton që ta provoni sa bëhet kokër nga brumi. Nëse mund t'ja jepni formën në dorë lirisht, brumi nuk është i butë, sepse sheqerparja duhet bëhet e shkrift. Kur ta bëjmë shumë të fortë brumin, bëhet e ngurtë dhe nuk kriset pastaj gjatë pjekjes. Tani, pasi e kemi bërë brumin, vazhdojmë t'ja japim formën. Mua në total më janë dashur 650 gram miell për ta formuar brumin e kësaj sheqerpareje. Marrim një tepsi mesatare. Nuk do të na del një tepsi shumë e madhe, edhe pse duket shumë brum, sheqerparja han brum shumë kur formohen kokrat dhe duhet që në tepsi t'i vendosim sa më afër njëra tjetrës. Në këtë mënyrë bëhet krisja ose qarja e kokrave të sheqerpares. Vazhdojmë tani kështu, i rendisim një nga një, derisa ta mbushim tërë tepsinë. Tepsia është mbushur e tëra me brumin që përgatitëm, dhe kjo është brumi që ka mbetur, pra një tepsi me numër 28 ju mbushet për plot me gjysmë kilogrami gjalp. Tani vazhdojmë me pjekjen. Vazhdojmë që ta pjekim në furrë të parangrohur në 120 gradë dhe në temperaturë të tillë do ta pjekim dikon për 1 orë. Në 10 minutat e fundit, për t'i dhënë pak ngjyrë më të bukur sheqerpares, do ta vendosim furrën në 200 gradë, por vetëm në 10 minutat e fundit. 1 orë do të lejoni në 120 gradë të piqet dal nga dal dhe të kriset sheqerparja. Tani vazhdojmë që ta bëjmë gati edhe sherbetin.
Në një tenxhere shtojmë 500 gram me sheqer. Shtojmë dhe e zbutim sheqerin me 500 ml me ujë. Para se ta vendosim shërbetin në zjarje, është mirë që njëherë ta përzijmë mirë që sheqeri të tretet tek uji. Në këtë mënyrë e ruajmë ngjyrën e bukur të shërbetit dhe vazhdojmë në zjarje. Nga momenti që do të fillon të merr val shërbeti, do ta zijim fiks për 10 minuta. Zjarrin e mbajmë në mesatare. Dhe pas 1 ore e 10 minuta në furrë, sheqerparja është gati. Ka marrë një ngjyrë të bukur të artë. Mua më pëlqen që ta mbaj këtë ngjyrë të sheqerpares, sepse kur të hidhet shërbeti, pak do të skuqet më tepër dhe do dallohet më shumë ngjyra e sheqerpares. Pasi sheqerparja është valë nxehtë, do të lejojmë që të ftofet diku prefërsisht 15 minuta. Edhe shërbeti është gati, edhe shërbeti është duke u ftofur. Ne sipër sheqerpares së vakët e shtojmë shërbetin e vakët. Pra që të dyja duhet jenë të vakta që mos na çullet sheqerparja. Vazhdojmë e shtojmë shërbetin derisa të vrijmë që tepsia është mbushur plot me shërbet. Dal nga dal, sheqerparja do ta thithë shërbetin brenda. Nëse ju mbetet pak shërbet, leni anësh, do t'ja shtoni kur do ta shërbeni, sepse bëhet e thatë sheqerparja. Dhe tani, gjithçka që duhet bëjmë është që të lejojmë që sheqerparja të pushojë në shërbet. Dhe si zakonisht, sa më gjatë pushojnë ëmbëlsirat në shërbet, aq më të mira bëhen. Por nëse jeni për ngut, më spaku 4 orë, lejoni që të pushoj në shërbet dhe ta thith mirë brenda shërbetin. Por ideale është që të lejoni që të pushoj gjatë gjithë natës dhe ta shërbeni ditën e nesërme.